Ndjekës të Almak Press, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në këtë agora. Mysafiri që kam sonte në studio më krijon komoditetin për të folur për disa tema në formë paralele, qoftë për ekonominë, investimet, biznesin, por edhe për zhvillimet politike. Ai ka mbajtur disa pozita të rëndësishme në hierarkinë qoftë të institucioneve të ekonomisë, qoftë edhe të institucioneve politike. Nga zëvendës kryeministër i Maqedonisë së Veriut, aktualisht ai është deputet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në radhët e LSDM-s. Shumë kënaqësi që të kam në studio, Fatmir Bytyqi. Ju faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Ka disa mysafir me të cilët mund të flasësh për shumë çka në zhvillimin e tyre profesional, po ka disa mysafir tjerë për të cilët mund të flasësh shumë çka edhe në zhvillimin e CV-së së tyre, le të them, sepse ka një kontribut të gjatë në kohë, por edhe shumë intensiv. Ajo çka mua më ka bërë përshtypje është se në 1994 një djalë vendos të shkojë të studiojë menaxhim biznesi në Shqipëri. Deri këtu jemi okay. Por po shkonit për të studiuar menaxhim biznesi në një Shqipëri që kishte plus minus 3 vite që kishte dalë nga një sistem totalitar, me një ekonomi të centralizuar totalisht dhe që kishte shumë pak apo as pak njohje për biznesin, ekonominë e lirë, heqim më njan atë reputacionin për një sistem arsimor shumë të konsoliduar. Pse kjo zgjedhje? Vështrim shumë interesant pyetje. Hera e parë që ma bëjnë një pyetje të tillë. Disa arsye në fakt ishin. Unë gjithmonë kam dashur që të studioj Akademinë Ushtarake. Dhe ishin vitet e para të pavarësisë së Maqedonisë dhe kishte një premtim se do ketë Akademi Ushtarake në Maqedoni. Dhe në moment fundit doli që nuk mund të fillon atë vit kur do bëja studimet në Shqipëri. Shqipërinë unë jam rrit me frymën e mëmdheut. Njerëzit nuk e din, po babi im në moshën e tij rinore ka bë disa vite në Shqipëri si i përndjekur politik. Edhe gjithmonë kam pas i kam ndëgju historitë e tij për Shqipërinë e mirë, edhe pse ka qenë i përndjekur politik, jo asnjëherë atë pjesën e keqe. Edhe kur nuk u bë kjo puna e Akademisë Ushtarake, unë gjithmonë kam deshur të ekonominë ta studioj, sepse edhe nëse do kisha shku në Akademinë Ushtarake, do ishte pjesë e financave e buxhetit. Thash, okay, duhet të studioj diku. Vllau insistonte, vllau ishte në atë kohë student në Belgjik. Daja im që jetonte atje, më tha, po mirë, pse se ke pa ndonjëherë mundësinë për në Shqipëri, thash. Ajo është e parishme, si do shkoj tash unë të studioj në Shqipëri, është kosto financiare, nuk na pranojnë, nuk e di se si. Unë nuk kisha dyshim realisht që kuadri i profesorëve është goxha i përgatitur, sepse në fakt nëse pastaj u dëshmu kjo që s'kisha dyshim, se ata të cilët na ligjëronin në studime më vonë ishin guvernator të bankës qendrore, ministra, njerëz të cilët e kanë mbajt Shqipërinë këto 30 vite me një bagazh të mirë profesional, të them, akademik. Edhe thash, okay, po shkoj, pa e ditë, unë e dija Shqipërinë historia të bukura të babit tim, nuk e dija Shqipërinë e vërtet, edhe gjendja se si është. Si ishte pritja e një shqiptari të Shqipërisë që kishin shumë pak njohje dhe informacion për shqiptarët jashtë kufive? Po, flasim prapë në një fazë njohje. Ajo dekada e parë është fazë njohje, besoj. Ishte e ndryshme, e mbaj mend vitin e parë derisa njiheshim me profesorët, kisha unë gjithmonë kam qenë pak rebel, nuk e kam duru pa drejtësi. Pas ke qenë i përshtatshëm për të studiuar në Tiranë. Po nuk mundem të rri mundaj pa drejtësisë, edhe mbaj mend ishte një profesor i të drejtës së biznesit.
edhe u fut në klasë, në të klasat e vogla të ushtrimeve, edhe ja bëri tha, sa Maqedon s'ka këtu. Okay. Edhe unë I thash, këtu s'ka asnjë Maqedonës, këtu ka shqiptar të Maqedonisë edhe shqiptar të Kosovës. Thash sa për dieni, Maqedonësit nuk vinë të studiojnë. Edhe aty plasi sherrej. Me të derisa u njohu, pastaj I përmirësum ato relacionet tona, sepse kuptoj se ajo është ne nuk e ndjejmë, nuk ishte ofendim, por ishte ndonim të tregonim se ne jemi në më mëdhe, nuk jemi njerëz të huaj. Cili është mësimi më I mirë dhe më I rëndësishëm që ju dha shkolla si pjesë e akademike, po edhe si pjesë jetësore, që mendoni se ju formzoi në një farë mënyre? Domethënë, për mu ka dy momente. Momenti I parë, aspekti akademik, që më detyroi që të mësoj shumë më shumë se sa ndoshta do I kisha bërë edhe në Maqedoni, sepse ju shumë mirë e thatë ishin fillimet e demokracisë në Shqipëri, ndryshimi I sistemit, ne shpesh nuk kishim edhe librat e mirë fillt, kështu që na duhej të gjindeshim, të gjejmë libra tjerë. Unë kisha fatin që kisha vllaun që studionte informatikë në Belgjik, edhe ai më dërgonte material prej atje, me email, pa imagjinon në 94-95, s'kishe shumë, kishim një kompjuter në fakultetin ekonomik, te klubi I biznesit, edhe unë shkoja, ose I merja me CD, ose I printoja, një grumbull materiale, edhe aty mandej filloja punimet seminarike me makinë shtypjes. Edhe kjo ishte aspekti I parë që ndoshta duhej 2 fishi më shumë të punoj se sa që punonte një student I Shqipërisë. Dhe jo gjithmonë ishte nota që e merja që e mirë të dhaj. Kishte një moment, dhe unë atëherë thash, e din çfarë, mundohu që të mësosh për vete, të marrësh diturin për vete, jo gjithmonë nota është rezultat I asaj që ti e din, dhe e dyta që kishte sfida të përditshme, për të mbjetu, për të dëshmu. Aty mësova se të pozicionohesh inferior ndaj dikujt, nuk arrin asnjëherë asnjë gjë. Nuk them që duhet të pozicionohesh superior, por thosh, ky është vendi im. Në nivel të barabartë. Po, ky është vendi im. Pastaj nëse atë çfarë e ke, ajo është më I mirë se ty, okay, në rregull, ja pranon. Por nëse ti je më I mirë, do të kesh vendin aty ku. Edhe kjo më ka bën në fakt që ka ndiku jashtëzakonisht shumë në karrierën time, sepse pastaj rrugtimi im në karrierë ka qenë gjithmonë me sfida të ngjashme. Gjithmonë jam fut dikun ku s'ka qenë ambient I natyrshëm. Kam qenë gjithmonë I parë si që ka qenë kur shkova në Shqipëri një I huaj, vjen këtu, edhe në karrierën time më të tje, ka qenë një I huaj, po futet edhe tani si ky tash do e bën. Tirana ndoshta nuk ju dha notat maksimale, por ju dha mësime që në formë figurative mund themi që ju mësoj të luani në fushë të kundërshtarit edhe të fitoni dhe aty. Gjë që do ta dëshmonit në sukseset e një pas njëshme në karrierën tuaj. Nëse flasim për ekonominë, flasim dhe për politikën, po themi po hym në atë pjesën ku veç më rrugtimi juaj profesional filloi që të jepte produktet e veta. Investimet e huaja apo bërja pjesë e projekteve të mëdha ndërkombëtare është lufta më e madhe që bëjnë shtetet në zhvillim, aq më tepër shtetet të cilat aspirojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ju për një kohë shumë të gjatë keni qenë pjesë e qendrës së Maqedonisë për bashkëpunim ndërkombëtar. Cilat mendoni që janë projektet më të mëdha në të cilat ka mundur të aksesohet Maqedonia? Po themi që mund të jenë një krenari për investimet që ka marrë apo për projektet ndërkombëtare ku është bërë pjesë? Po, është e vërtet që pas diplomimit tim, në 99, në fakt me një vit pauzë për shkak trazirave në 97-ës,
unë dikun 2 muaj pasi diplomova, u inkuadrova në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunimin Ndërkombëtar. Aty kam punu plot 10 vjet. Duke fillu prej pozitës më të vogël deri në pothuajse pozitat më të larta menaxhuese të organizatës dhe specializim ose fush ku më shumë gjindesha ishte qasja deri tek fondet, posaçërisht fondet e Bashkimit Evropian, por edhe donatorëve të tjerë. Jo vetëm që ne thithnim si organizat fondet të mjaftueshme, në atë kohë për shembull, në 99 ishte kriza e Kosovës, ne kishim arritëm që për një periudhë shumë të shkurtë, disa mujore, që të kemi buxhet rreth 20 milion marka në atë kohë. Ishte një thirrje globale që na siguroi për 3 muaj që të kemi mjaftueshëm par 2 vjet punojmë në Kosovë, si organizatë. Në fakt organizata ku unë punoja ishte organizata e parë nga rajoni, po edhe ndër organizatat e huaja që u fut në Kosovë për të ndihmu në qershorin e 99-s, për të ndihmu kthimin e njerëzve. Dhe aty filloi rrugtimi im me fondet e Bashkimit Evropian, po them, jo vetëm për të siguru fonde për organizatën, po për të siguru për ministri, për komuna, për organizata tjera jo qeveritare, për biznese, edhe dikun deri në vitin 2009, kur bëj vendimin për të largu prej organizatës, një lloj duke punu po në të njëjtën fushë, por tani jashtë Maqedonisë në një projekt të madh ndërkombëtar që Selina kishte në Beograd dhe mbulonte gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor. Në 2012-ën do të shënoj një tjetër element i rëndësishëm në karrierën tuaj. Ju jeni pjesë e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, e cila në këtë qershor ka shënuar edhe 20 vjetorin e vet. Megjithatë, ju keni qenë drejtor ekzekutiv në këtë odë në dekadën e parë, po themi në atë periudhën e konsolidimit. Mendoni se oda si institucion, po edhe biznesi shqiptar si institucion, si filozofi, si mendësi, i ka arritur pritshmëritë e atij entuziazmit të fillimit? Është aty ku paramendoj që mund të ishte? Nëse do më pyesnit mua, nëse unë mendoj se ja ka arrit qëllimit, mendoj se ka akoma për të bërë. Nuk është në maksimumet e saj. Nëse pyet ata të cilët e kanë themeluar odën ekonomike, mendoj se do kishin thonë po, është një institucion që është etabluar përfason interesin e biznesit. Sinqerisht unë mendoj se ka vend të jenë më të zëshëm, oda si odë, të jenë më të zëshëm, por edhe bizneset shqiptare të kenë pozitë shumë më të mirë në ekonominë maqedonase ose ekonominë rajonale. Se unë gjithmonë e kam, ndoshta mangësia ime është që shoh numrat edhe i analizoj numrat. Fatkeqësia është që qëndrojmë shumë poshtë me numrat në ekonominë globale, në ekonominë e vendit një herë, pastaj në ekonominë rajonale, hiç këtu disa arsyet janë të menaxhimit apo të politikave? Gërshëtohen gjërat, domethënë unë politikën e kam pa gjithmonë, edhe kur kam qenë jashtë politikës, si mundësi që politika është atje për të ndihmu, për të kriju vend, hapësirë, për të zhvillu qoftë biznesi apo sektorët tjerë. Është biznesi ai që duhet ta shef mundësinë, edhe të din, nëse nuk din të blen ata të cilët din, dhe pastaj të jenë të gatshëm që të ndryshojnë në kërkesat e reja të kohës. Vetëm kështu mund të jesh gjithmonë, unë e them, konkurues me ata të cilët të konkurojnë për të qenë i pari ose i fundit aty ku garon. Domethënë është një betejë që ti duhesh ta bësh në mënyrë konstante. Edhe është e vërtetë, në 2012 kur u futa në odë, oda ishte ajo që ishte në fillimet e saj.
shumë çka brenda odës nuk funksiononte si duhet, nuk ishte një institucion i mirëfillt, i mirë organizuar. Pra në fazë konsolidimi. Po, ishin shumë pak njerëz. Unë fillova dal nga dal për t'i vënë, fillom sektorët e mbrëmshëm të bëhen. Që ishte një rrugtim goxha i gjatë. Unë nuk e përmend shpesh, po kisha një betej, edhe pse nuk isha më i thirruri, sepse unë isha drejtor ekzekutiv, po doja që ta kem vendin ashtu siç duhet. Dikush e vlerëson, dikush nuk e vlerëson. Unë insistoja që për herë të parë në bordin drejtues të ketë gra, femra sipërmarrëse, sepse mendoj edhe sot e kësaj dite që femrat shqiptare duhet ta kenë rolin jo vetëm duke kryer ndonjë funksion biznesi, por edhe rolin drejtues. Edhe ishte atëherë me kryetarin e atëhershëm Menderes Kuçi, gjetëm një gjuhë shumë shpejt të përbashkët, tham okay, do bëjmë një ndryshim, por erdhëm në një fazë kur ata të cilët ishin në bord drejtues thoshin tani një formë refuzime. Po, se thoshin po s'ka vend, 15 janë vendet e zonës, tash kush do e lën vendin për të futur një femër? Ne tham okay, në rregull, me që janë 15 do i bëjmë 18. Do i shtojmë edhe 30, kështu do kemi 3 gra. Por po e them këtë sepse në fazën e konsolidimit, kur mendonim se gjërat janë harru, kanë ndryshu, unë ika pas një periudhe 2 vjeçare pune për një angazhim tjetër jashtë Maqedonisë, dhe rrugtimi më solli që me një kërkesë prapë të odës dhe kryetarit të ri, që rikthehem. Kur u riktheva, këto 3 femra sipërmarrëse nuk ishin më pjesë e bordit drejtues, sepse kishin pas rizgjedhje të bordit drejtues, edhe në mënyrë enigmatike ato nuk janë votuar rastësisht. Po e vëmë në thonjza këtë rastësisht. Edhe unë atëherë herën e dytë kur u bëra drejtor ekzekutiv, i thash e dini çfarë, me që gjithmonë ne në vendin tonë i lejmë gjërat e rastësisë, dëshirës, nëse është ky gjërat ecin, nëse nuk është gjërat nuk ecin, atëherë thash do bëjmë ndryshime statutare, edhe patjetër është që të kemi gjithmonë si kuotë. Tani nga këndvështrimi i pozitës aktuale, kur më thot dikush që kuotat nuk janë të nevojshme, unë ju them, hey, po kuotat nuk janë të nevojshme, po kur ke njerëz të cilët mendojnë pa kuota në kokën e tyre, kur janë shumë të hapur dhe të pranojnë realitetin e një shoqërie, atëherë s'ka nevojë për kuota, por derisa nuk ke njerëz me mendje aq të ngritur edhe ndritur, kuotat janë domosdoshmëri. Derisa të vim te këta njerëzit, na duhet të vendosim kuotat. Kështu që është një fillesë e mirë dhe pjesa e kuotave. Unë do të ndërlidhem pak me atë që po flisnit pak më parë, tek ajo se çfarë është politika në raport me biznesin. Realisht, për zhvillimin e një shteti, binomi më i rëndësishëm është binomi politik dhe ekonomi. Një binom që domosdoshmërisht duhet të bashkëpunojnë, bashkëfunksionojnë për të menaxhuar me shtetin, por jo rrallë herë, ai që quhet bashkëpunim apo bashkëveprim, rezulton të jetë një lloj kushtëzimi njërës palë ndaj tjetrës. Tani, me që e njihni dhe ekonominë dhe politikën, cila ka më shumë pushtet ta kushtëzoj tjetrën? Politika biznesin apo biznesi politikën? Në vendin tonë. Në shoqërisë të tonat, ku gjërat nuk janë të mirë definuara. Biznesi politikën. Në formën? Në formën e keqe që duhet. Ku investon më shumë biznesi që pastaj ja zëkëmbët politikës? Këtu nuk po them biznesi, këtu po them individ në biznes. Po që përfaqësojnë biznesin? Po jo detyrimisht e përfaqësojnë biznesin, në shumë raste këtu në vendin ton janë
biznese individuale që përfaqësojnë interesin e biznesit të tyre dhe ata janë ata të cilët në fakt kanë ndiku fuqishëm mbi politikën. Këtu po e them publikisht, e kam thënë edhe për më parë, e di që shumë do më thonë, po tani i bie se edhe ti ke qenë në politikë edhe në ekzekutiv, kanë ndiku, jo, unë e di ku e kam vendin, e di prej ku kam ardhur, e di se kush jam, jam po i njëjti Fatmir Bityçi që ka qenë edhe në odën ekonomike që kanë dëgju biznesin, po i njëjti ai që kur ka qenë zëvendës kryeministër për çështje ekonomike kam dëgju biznesin sepse kam kriju hapësirë për biznesin. Dhe kam bë për biznesin goxha shumë dhe mburrëm që nuk kam ra prenk e interesave individuale të bizneseve në krahasim me atë që për momentin kemi një qeveri e cila në fakt është në ndikim të jashtëzakonshëm të disa të them lobive të bizneseve. Këtu nuk po flas për oda ekonomike, po janë grupe që lobojnë për interesin e disa bizneseve individuale. Kush pëson më shumë dëm nga pëson kjo gjë? Qytetare. Politika, biznesi? Jo, qytetare. E dini pse? Indërmjetmi. Që është mes të dyve. Absolutisht. Ai që e paguan në fund. Është qytetari në fund që e paguan. E paguan me taksat e tij, sepse ai duke pagu taksat, të cilët nuk i kthehen në shërbime më pas. Pret që t'i kthehen shërbime. Kur ke dy grupime, biznes dhe politike, cila merret vesh për t'i kryer shërbime njëri tjetrit, në fakt shërbimin ndaj qytetarëve mungon, ose është gjithmonë i pjesshëm. Kjo është shumë e thjeshtë. Nëse një kompani thot, një biznes thot që do lobojmë për të përmirësuar infrastrukturën e qytetarëve dhe qeveria thot po, ne kemi mjete, ja siç kishim rastin, thanë 250, po një herë thanë 500 milion euro do shkojnë tek komunat për të përmirësuar infrastrukturën. Dhe në fund çka ndodhi? Ne nuk pam as 500 milion, as 250 milion, pam shumë pak mjete. Dhe qytetari atë çfarë po e shef është në vend të kemi trotuare që më parë ekzistonin, po kishin ato siç i quajnë populli bekatona të përhimta, tani po shohim bekatona të kuq. Po mirë, investim është ka ndryshuar ngjyra. Po mirë, po kur ndryshim estetik të paktën. Kur ta pyesim qytetarin sa ajo ka ndryshuar në cilësinë e jetës që ai e bën, kur të pyesim unë tani po vija deri tek studioja juaj, edhe kisha pas disa ngrame fëmijët e tyre me karrocat, nëse i pyesim ata për shembull sa e kanë më lehtë për të ecë karrocat në trotuarët që kanë ndryshuar, tani nuk po e them as qytetin se ku jemi, se ndoshta dikush mund të thotë po ky kryetar ka bë, po unë po flas për përgjithësi, ata sigurisht do thonin shumë vështirë kemi, se nuk ka ndryshuar shumë gjëra. Se kemi pa edhe kemi ecë në përbot, kemi pa se si gjërat funksionojnë. Po Maqedonia e tanishme pas 2 viteve akoma vazhdon të jetë vend pa ujë, vend pa energji të mjaftueshme, vend pa kanalizim, vend ku nuk mblidhen mbeturinat në kohë, shumë raste tjera. Të domosdoshme. Po, këto duhet të ndryshonin me interes të vetë bizneseve. Prandaj po them, janë zanafilla e kësaj daton që nga pavarësia. Janë të njëjtët oligarës të cilët u krijuan në fillimet e këtij shteti, sepse gjetën dhe një kapital. Po, gjetën një kapital shoqëror të cilin e privatizuan, u krijuan si oligarës, janë po të njëjtët që vazhdojnë sot e kësaj dite që bota të sillet rreth tyre, dhe prandaj këtu kur kthehem në pyetjen e juaj, nëse biznesi shqiptar e ka arrit qëllimin e tyre, them jo. Ja marrim raste në cilin do sektor, cili biznes shqiptar është i njohur në nivelet më të larta kombëtare ose rajonale në ndërtimin e ulët. Ndërtimi i ulët janë ndërtimi i rrugëve, autostradave, hekurorave. Po, është i aksesuar biznesi shqiptar
në formë të drejtë për të fituar të drejtën që të bëhet pjesë e këtyre projekteve? Mendoj se kanë pas mundësi, por nuk e kanë Pra, bërë. politikisht, ligjërisht mendojnë se i kanë pas mundësit, por nuk kanë arritur të i shfrytëzojnë të mundësi. Edhe këto kanë qenë çështje që shpesh kemi biseduar kur kam qenë pjesë e ODA-s, por kam qenë edhe pastaj. Por dallimi është se për të bëj madh dhe për të hyrë në ato ujëra nuk mund të hysh në mënyrë individuale. Ndoshta dikush prej atyre oligarsëve që janë krijuar në vitet 90 e ka pas më të lehtë fillimin edhe vazhdojnë ta kenë më të lehtë, tani futesh me strategji komplet ndryshe. Ndoshta do duhej të bëheshin bashkë disa kompani për ta bërë një gjë të tillë. Po në përgjithësi, po them, edhe oda ekonomike, e Maqedonisë Veriperëndimore ose oda ekonomike që përfaqëson interesin e bizneseve shqiptare në Maqedoni, por edhe bizneset shqiptare nga perspektiva e tanishme, me që festoj 20 vjetoren kjo odë, do kishin mund të bëjnë shumë më shumë. Nuk duhet të harrojnë se nuk po e them se koincidon me kohën kur kam qenë unë në odë, po para 10 viteve kemi qenë një prej aktorëve që ka sjellë rënimin e regjimit të ish Nikola Gruevskit, sepse kemi qenë mes odave me guximin më të madh për të folur për problemet reale të bizneseve. Kur të gjithë heshnin, ne ishim çdo ditë në goditje permanente nga pushteti edhe nga mediat. Nëse në 2016 kemi arrit ta bëjmë një gjë të tillë, mendoj se edhe në 2026 mundën gjërat të bëhen pak më ndryshe, duke artikuluar interesin e biznesit, jo duke bë lojë të mirit me pushtetin. Është shumë interesante se si ti të nisësh dhe të flasësh për biznesin, përfundon duke folur për politikën. Keni mbajtur posta shumë të rëndësishme, ndër më të rëndësishmet që kanë mbajtur shqiptarët. Megjithatë, pa mbritur tek ai post. Pyetja më naive që mund t'u jetë bërë ju, që mund t'jetë diskutuar në tavolina ku diskutohen vendimet tona zakonisht kur ne mungojmë nëpër ato tavolina. Pyetja më po themi dhe naive, po që s'ka diçka për t'u diskutuar kaq shumë. Këtë e them në pikpamjen e njohjeve sociologjike. Megjithatë, një kuadër si ju, që posedoni të gjitha atributet për që një vlerë është shtuar në të gjithë secilin subjekt, pra secili subjekt do t'i leverdistet kishte një kuadër si ju zgjodhet që t'i bashkoheshit një forcë politike maqedone. Jo fort e zakonshme kjo për elementin politik të shqiptarëve. Do më thonë, një korrigjim do e thosha, unë vendosa për t'ju bashku një force politike ideologjike. Megjithatë, nëse ne i ndajmë forcat politike maqedone, forca politike shqiptare, në këtë kontekst. Do më thonë, dhe kjo ka qenë debati që gjithmonë e kam pas me partit tjera. Dhe përgjigja ime ka qenë ngelet dhe do ngelet. Kur në politik futesh në aspekt ideologjik, duke u bazu dhe besu në disa vlera, atëherë mundohesh që të gjesh njerëz të cilët i përngjajnë, të kuptojnë, i përngjajnë dhe jetojnë po me të njëjtat vlera. Fatkesisht ne mendoj edhe pse nëse hyn në zanafil të çdo partie politike shqiptare, do gjesh elemente të ai takojnë qendrës së majt apo qendrës së djathtë apo të majtës apo ndoshta do gjesh, por deri tani, derisa nuk kishim formimin e kësaj partie të re të Vlenit, të cilët thanë se ne i takojmë qendrës së djathtë, të paktën në mënyrë deklarative, ne nuk kemi pas parti politike deri tani në skenën politike shqiptare, e cila ideologjikisht është definuese ku takon, ku e ka vendin dhe për çfarë do punon. Pastaj është çështje diskutimet nëse politikat e tyre, veprimet e tyre janë
të bazuara në parime, në vlera apo në ideologji. Nëse tani nëse hym të analizojmë forcat politike shqiptare, kam përshtypjen që asnjëra nuk ka një filozofi të mirëfillt, a janë të majta, të djathta, se nuk është se kanë një strukturë të tillë filozofike politike që ne na asociojnë a janë të majta apo të djathta. Edhe unë jam dakord me të. Bashkëjetesa politike mes shqiptarëve dhe maqedonëve ka qenë me vështirësitë e veta. Ka qenë në kohën e luftës një bashkëjetesë politike PDSH-VMRO, më pas 2002-2006 BDI LSDM, pastaj BDI VMRO, BDI LSDM dhe në fund VMRO Vlen. Sigurisht që në të gjitha legjislacionet ka ndodhur ngjarje të cilat historia qoftë e nacionalitetit shqiptar, po edhe historia e shtetit i mban mend si ngjarje as pak të këndshme me të dyja forcat politike. Megjithatë duket se shqiptarët me bashkëqeverisjen e tyre me LSDM-n kanë marrë frymë më lirisht. Shpesh herë, të paktën disa prej të ftuarve që unë i kam pas në studio, këtë ja atribuojnë se ishte një LSDM e dobët ndaj u forcua faktori shqiptar. Ju mendoni që ishte një LSDM e dobët apo ishte një LSDM me prirje më tolerante dhe më liberale që krijoi habitatin për një bashkëjetesë politike më të lehtë mes shqiptarëve dhe maqedonëve? Ishte një parti politike e cila pranon të gjitha diversitetet. Pra një sens më liberal dhe mirëkuptues. Absolutisht. Dhe në qasjen kur pranon diversitetet, që të gjithë kanë mundësi të barabarta për të dëshmuar se kanë kapacitet për të menaxhu ose për të udhëheqë çfarëdo në një shtet të përbashkët. Dhe kjo ishte LSDM-ja. Në kohën e LSDM-s, po e them, të paktën asaj LSDM-ja ku unë kam hyrë dhe kam marrë pjesë, kjo është prej 2018-ës, prej 2019-ës të tjerë, domethënë 7 vitet e fundit, mendoj që ka pas hapësirë dhe ka hapësirë për të gjithë etnitë, diversitetet. Normalisht kur jenë pushtet, kjo artikulohet shumë më lehtë, kur jenë në opozitë, bën lojën e opozitës, jo gjithmonë i mbahësh krye këput ideologjisë edhe vlerave, që mund të kushtoj, aty mund të diskutojmë. Vetëm një frazë e fjalisë tuaj, në LSDM-n ku unë kam hyrë. A është sot ajo LSDM? Nuk po them a ka të njëjtët individ. A është sot ajo LSDM po ju keni hyrë dhe keni dhënë kontribut? Pyetje dhe vështrim shumë i mirë. 30% e asaj që ka qenë. Domethënë, mendoj se rrugës, posaçërisht këto 2 vitet e fundit, janë humbë 2/3 e asaj që ka qenë. Edhe ju mund të shihni, ata të cilët më ndjekin, unë kam qëndru të jem konzistent në atë çfarë kam bërë edhe atëherë dhe kësaj sot që bëj, ndaj edhe vis-a-vis diversiteteve dhe vlerave social-demokrate, por udhëhesia aktuale nuk e mendoj se janë në nivel të asaj që duhej të ishte. Unë do doja që të bëjmë edhe me ju mund të bëj një analizë të tillë. Në 2001, me marrëveshjen e Ohrit, ku Maqedonia u sankcionua si një shtet multietnik, nuk u zbulua si një shtet multietnik, se shqiptarët ishin këtu edhe në 90-ën edhe para 90-ës, por kishin ndodhur ato që kishin ndodhur në 10 vjeçarin e parë të demokracisë. Po i marrim nga 2001 deri në 2026, tani janë plot një çerek shekull, janë 25 vite. Në 25 vite, shqiptarët dhe maqedonët, të gjitha subjektet, praktikisht të gjitha partitë politike shqiptare, pak, shumë, nga njëherë kanë qenë pushtet. Kanë pasisen pushtet. Domethënë, në partitë politike, unë nuk njoh ndonjë parti që të jetë opozitare 100%, ose që të ketë përjetuar ndonjë opozitë. Në këto 25 vite, të gjithë kanë qenë. Të gjithë kanë qenë pjesë në pushtet. Pra, pak, shumë e kanë provuar pushtetin të gjithë.
Fakti që edhe mbas kaq shumë kohësh, pra mbas 36 vitesh demokraci dhe 25 vitesh marrëveshje ohri, jemi akoma në retorika nacionaliste. I dedikohet trysnisë politike për të fituar terren në habitatet e tyre secila palë, i dedikohet asaj që nuk është bërë mjaftueshëm për t'u shpjeguar se si funksionon një shtet multietnik dhe cili është kontributi secili që duhet të japi në të, apo i dedikohet edhe asaj që her pas here qoftë politika shqiptare, qoftë ajo maqedone për të maksimalizuar votat në fushata, e kanë përdorur her pas here edhe kartën e nacionalizmit. Në shoqëri multietnike, kur nuk ke, ose kur politikës i merret nga dora mundësia për të ofruar diçka, sepse s'ka dëshirë të mirëfillt për të ndryshuar diçka në mënyrë rrënjësore, i vetmi send që i ngelet është aspekti, është momenti nacionalist. Atëherë nxjerr në tavolinë, sepse në shoqëri multietnike ajo është elementi bazë ku mund gjërat të thyhen shumë shpejt. Edhe që ka të bëjë mandej me sjelljen e individit. Kur çdo individ ndihet i rrezikuar, është e natyrshme që të fillon të mbrohet në kuptimin i harrojmë të gjitha, vetëm të jemi të mbrojtur. Nuk na intereson. A kemi shkolla shumë të mira, a kemi spitale shumë të mira, është mirë që kemi. Kaq. Është mirë që kemi se mund bëhet edhe më keq. Fatkeqësia është se dikush këtë e ushqen gjatë kohës, sepse nuk evoluon me vite. Tani ne i kthehemi një kohë kur që është për shoqërinë, për shtetin e Maqedonisë, është periudhë shumë e hidhur, por asnjëherë në Zanafill askush nuk është ulur, as nga fuqit, nga partitë politike, por edhe shoqëria, përgjithësi, që të flet pse ndodhi dhe çfarë pas. Ndodhi, shkaqet dhe pasojat. Ndodhi sepse kishim një anë e cila kërkonte të drejta, avansimin e pozitës së tyre në shtetin tonë të përbashkët, dhe kishim një anë që i kishte dy vesh të shurdhër. Se thonte, mirë jeni, rreni rehat, derisa nuk filloi konflikti. Por në periudha post-konfliktuose, në çdo vend të botës, merrni çfarëdo vendi, merrni Irlandën e Veriut, ki fazën e pajtimit. Në anglisht i thonë reconciliation, që është proces sociologjik i cili duhet të ndodhë në një shoqëri post-konfliktu. Në Maqedoni, edhe pas 25 viteve, ajo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Madje mendoj që është ushqyer kundërta. Absolutisht, forcat të caktuara politike kanë vazhduar ta ushqejnë dhe vazhdojnë sot e kësaj dite të ta ushqejnë. Duke thënë se ajo ka qenë pa drejt, se të drejtat të cilët janë marrë atëherë ka qenë pa drejt duke i marrë dikujt diçka, kurse pjesa tjetër e cila ka fituar të drejta, në këtë rast shqiptarët, kanë thonë jo, ajo neve na takonte. Por në 25 vite askush në mënyrë të mirëfillt nuk është marrë me një çështje të tillë. Shifeni një rast. Nëse pas 25 viteve akoma flet për ata të cilët kanë mbrojt dhe trajtimin e tyre, por nuk flet në mënyrë të hapur për ata të cilët kanë kërkuar të drejta dhe trajtimin e tyre, dihet që në këtë shoqëri ka probleme të mëdha shoqërore. Dhe kjo është politika ka sjell në një situatë që për momentin temat nacionaliste janë shumë më të prirura për të ndëgjuar, sepse shoqëria është ngulfat, nuk është më interesuar të ndëgjon politikën edhe politikbërësin, sepse nuk ofrojnë asnjë të re dhe nuk shohin
qëllim të mirëfillt të sjelljes së ndryshimit që do përmirëson jetën e tyre. Dhe fatkesia është që kur ke një cenzus në zgjedhje aq të ulët, dalje aq të ulët në zgjedhje, gjithmonë këta të cilët motivojnë, ushqejnë aspektin nacionalist, janë prirur të kenë më shumë vota. Fatkesia është se ne nuk po shohim, ne kishim vitin 2024, i cili partia që është në pushtet, partia më e madhe në pushtet, fitoi me dy gjëra retorike që i bënte. Ta kthejmë shtetin nga duizimi, nga BDI-zimi ose nga shqiptarët, sepse praktikisht ata të cilët më kanë ndjek e dinë që në një deklaratë të tillë të një gazetari, po e them të një televizioni, mos ja përmend emrin, po e dinë shumë mirë ata të cilët do e shohin emisionin. Unë kam ikë prej pres konferencës, sepse kam thënë një pyetje të tillë shoveniste, unë nuk du që të jem prezent. Ata në petkun e asaj që a jeni të gatshëm të pranoni kryeministër XY-in, që vinte nga radhët e BDI-s. Dhe më thonë, ke një parti që erdhi në emër të deshqiptarizimit, dhe 2, të kthimit të emrit të Maqedonisë dhe prap të mbrojtjes së identitetit të Maqedonisë. Asnjë rast tjetra nuk po ndodhe. Se në një shtet multietnik nuk mund të deshqiptarizosh institucionet. Po përpjekjet janë. Tani më varet si kë e pyet, nëse na pyet ne që jemi në opozitë, do themi po, që po e shohim gjërat nga prizmë tjetër. Nëse pyet qytetarin e thjesht, do thonë po, përpjekjet janë. Nëse i pyet këta që janë në pushtet, thonë jo, nuk është ashtu, sepse ne po marrim hisën tonë. A nuk i legjitimon këtë përpjekje vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese? Jo vetëm. Çdo vendim i gjykatës kushtetuese në këto 2 vite e ushqen frymën e partisë në pushtet, që është VMRO-DPMNE, të deshqiptarizimit dhe të marrjes të drejtave të fituara gjatë kësaj periudhe 25 vjeçare. Dikush mund thotë, po mirë keni qenë ju, tani pse si keni bërë më fuqishëm me ligje, me këtë edhe me atë. Njerëz, çfarë është ka qenë për të bërë është bë. Prandaj ke cikle që menaxhon, udhëheq një shtet, pastaj merr dikush tjetër për ta udhëheq. Edhe ju keni një vështrim të jashtëzakonshëm që gjitha subjektet politike, gjithë politikanët, edhe fatkeqësia është që ne nuk kemi shumë prurje të reja në politikë. Tani unë jam goxha shpejt kam hyrë në politikë. Kanë ndruar fanellat, po të njëjtët lojtar. Po ju keni mbi 30 vjet politikanë shqiptarë të cilët janë aktiv me fanella të ndryshme dhe tani pas 30 viteve thonë, po pse nuk e bot ju, pse se bore ti për 30 vjet? Ndoshta aq kanë mund, ndoshta s'ka pas prurje, ju kishit një pyetje shumë të mirë nëse biznesi edhe partitë politike kanë të njëjtit cikël të jetës. Nëse nuk din, sjellin prurje të reja, sjellin njohuri të reja mbrenda që të mundën gjërat të bëjnë më mirë. Ne e dim si janë zhvilluar gjërat. Fatkeqësia është që sot ne po kthehemi në tema të cilat do duhej të ishin të harruara, sepse nëse e shef çdo shtet të zhvilluar, qoftë në Evropë, qoftë jashtë Evropës, të rinjt atje nuk flasin për të drejtën për të adresuar në gjuhën që ai don të adresohet, për të drejta elementare, por flasim për inteligjencën artificiale, se si ajo të përdoret në jetën e përditshme, si ta bën jetën më të mirë, flasin për mjekësi më të mirë, flasin për arsim më të mirë, flasin për paga më të mira, flasin për cilësi të jetës shumë më të mirë. Po, këta janë qytetarë të shteteve që janë pjesë e Bashkimit Evropian, të atyre shteteve që janë më të zhvilluara, po themi. Jo, janë edhe bashkëqytetarë tonë që kanë ikë atje, dhe që jetojnë atje. Po që janë inkuadruar në shoqëri që i takojnë Bashkimit Evropian, një aspirat e Maqedonisë
që në formë institucionale është një aspirat që ka prej vitit 2005 ku aso kohë në pushtet ishte LSDM-ja, ku është nënshkruar fillimi i negociatave. Një hapësirë kohore mbi 20 vjeçare që dukshëm Maqedonia qëndron mban një status quo. Folët pak më parë dhe për ndryshimet që duhen bërë, e që ndryshimet kushtetuese nuk janë duke u bërë. Elementi bullgar është një element shumë i rëndësishëm që kushtëzon, le të themi, këto ndryshime. Po i qëndrojmë këtu, pak ditë më parë kishte edhe një incident para ambasadës Bullgarisë. Kë dëmton dhe kujt i shërbejnë incidentet të tilla, sa do të vogla apo të lokalizuara, apo që në një farë mënyre grithin një temë të ndjeshme. Unë kam thënë edhe publikisht që kjo qeveri momentale është në ndikimin e jashtëzakonshëm pro-serb dhe forcat pro-serb do thot pro-rus prapavia është shumë e gjatë. Mos ta lodhen qytetarën e zakonshëm që do e shef emisionin. Intereson çdo kujt i cili nuk don ta shef Maqedoninë në familjen evropiane. Ata të cilët kanë vendos se kinse do bëjnë integrim, po në fakt nuk bëjnë asnjëherë integrim. Ne kemi një fqi verior që ka bërë një premtim të tillë. Koincidencat për mu nuk janë rastësore. Asnjëherë. Në një ditë të bukur, vere, kur njerëzit fillojnë e mendojnë për gjëra të mira, askujt nuk i kujtohet tani shkoj para ambasadas të hudh të filloj të djeg. Sigurisht më shumë do i kujtohet se aty shumë afër ka një vend për të pi kafe shumë të mirë, ta pi një kafe në rehatin time se sa të bëj një gjë të tillë. Edhe kinsera si shteti jonë, i cili është shumë i zhvilluar në aspektin e inteligjencës e tjera, për disa orë u kap keqbërësi. Që ne kemi raste shumë më të lehta ku keqbërësit asnjëherë nuk janë kapa. Tani për një herë kemi një rast tillë. Prandaj po them, mendoj se kjo është vetëm fillimi. Ne do shohim epizode të tilla të ngjashme, të cilët do e dëmtojnë rrugtimin ton evropian, sepse përveç se janë interesa të jashtme, janë edhe të interesa të brendshme të partive politike brenda vendit. Cilat do të ishin aktet ose le të themi 3 aktet më të rëndësishme që mund të bënte klasa politike në Maqedoninë e Veriut për të i kaluar vetveten dhe për të përafruar Maqedoninë drejt Bashkimit Evropian? Unë do kisha thënë ka një hap. Ajo është të pranohet realiteti i të qenurit shtet multietnik, po mirëfillit pranohet, duke i lënë gjitha elementet anash dhe duke mos gry në tavolinë gjëra që janë të dhimbshme, sepse besoni kur ju keni bë disa vite jetë, ju mund thoni se kush ndjehet shumë krenar në vendin e tij, po kur lindin fëmijët tanë, ata nuk e dinë se si kanë lind dhe çfarë janë. E imagjino tani të kemi një shtet kur a priori prindërit nuk ndjehen të barabartë sepse thonë, shife, sot lindi fëmia im, lindi edhe fëmia i fëmijët, po fëmijët po thotë ky është më krenar se sa fëmia yt. Sa po kanë linda? Ai akoma nuk e din se si e ka emrin. Ai akoma nuk e din se si frymon, se si flet. Ai thot ky do jetë më krenar. Paracaktohet ndjesia që ai do ketë në raport me vendin. Akoma më shumë, që në vitin 2026 ai të thot, mendoje mirë, çfarë emri i vendos? Sepse në bazë të emrit unë do ta stigmatizoj tërë jetën në këtë vend, duke thënë se ky në bazë të emrit është i paragjykuar për të pasë ose mos pas të drejtë, të barabartë për të futur në administratë shtetërore për shembull. Unë e kam shumë lehtë për të folë sepse asnjëherë si kam
eduku fëmijët tim që të shohin punë në administratë shtetërore. Asnjëherë. Edhe derisa të frymoj, do ju them jo. Për të pasur një lloj autonomie. Por unë them që fëmia im duhet ta ketë mundësinë e barabartë që një ditë prej ditëve, kur t'i kujtohet dhe të thotë, vabbè, unë du t'i futem jetës publike, të ketë mundësi të barabarta. Jo dikush ta shet letë njoftimin dhe t'i thotë, nga dal, ti pas ke emrin Gentian, qenë ke shqiptar, ti qenë ke Kaltrina, qenë ke shqiptare, për ty s'ka vend këtu sepse ashtu më është kthjell. Imagjino të thush që ne po i dënojmë fëmijët tanë në lindje në një shtet të përbashkët për të jetuar, që mos ndjehen barabartë, kjo është zanafilla e gjitha problemeve. Prandaj, unë po them, nuk ka shumë gjëra të bëna, vetëm të pranohet ky realitet, që jemi këtu, që çdo qytetar ka të drejta të barabarta dhe të krijojmë hapësirë që gjithë secili t'i shfrytëzon ashtu siç mendon për t'i shfrytëzuar. Shifë edhe dhënia e drejtës për të folë në gjuhën tënde amtare është e drejtë. Ti zgjedh nëse do e përdorësh në komunikimin e përditshëm gjuhën tënde amtare ose gjuhën që në atë moment njerëzit, shumica e tyre e flasin, sepse gjuha është mjet komunikimi për të marrë vesh. Po lind me të drejtën, mos ma moho një të drejtë. Është vendimi im e shfrytëzoj apo jo. Unë kisha rast të tillë kur u futa në parlament, në çdo seancë plenare, në çdo seancë të komisionit kërkoja përkthim. Erdhe një deputet i VMRO-s më tha, ti po tallesh me ne. Thash pse? Tha po, çfarë duhen tha ty përkthimet e ligjeve dhe amandamenteve? Tha ti e flet maqedonisht më mirë se ne. Jo, thash, më fal, unë nuk tallem me gjuhën time. Është e drejta ime. Është detyrimi juaj. Është pjesë kushtetuese. Ti do ma japësh. Pastaj është e drejta ime nëse do lexoj shqip, apo do lexoj maqedonisht, apo do lexoj anglisht. Këtë njerëzit, politikanët duhet ta kuptojnë në shtetin tonë. Në bazë të gjithë kësaj, i bie që Maqedonia e Veriut paska dhe goxha rrugë për ta konsoliduar vetveten e pastaj për të shtyrë që të drejtohet e të afrohet drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kohë s'ka, sepse nëse ata të cilët jemi në politikë, mendojmë se kemi kohën infinit, fëmijët tanë na dërgojnë çdo ditë mesazhe. Unë jam mburrëm shumë që për momentin po jetojmë një kohë ku gjeneratat e reja, studentët, u zgjujnë prej gjumit dhe bile të arrish që për një periudhë 6 mujore të futesh në raportin e Parlamentit Evropian për atë çfarë ke bërë, mendoj se çdo njerit që ka marrë pjesë në protestat studentore edhe nga organizatorët e studentëve duhet të jenë më se krenar. Duhet të thonë, kjo është ajo çfarë ne duhet bëjmë dhe mos ndalen. Se dikush sot më pyeti ku janë flamingot në Maqedoni? Janë ata të cilët po kërkojnë të drejtën për provim të jurisprudencës, ata janë flamingot tonë. Unë ju falenderoj shumë për gjitha mendimet që ndat në këtë studio e për gjitha mesazhet që dhat në këtë që u munduam të bëjmë një lloj analize brenda kufive kohor dhe mundësive të disa prej zhvillimeve kryesore në Maqedoninë e Veriut. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe bashkëbisedimin e këndshëm. Faleminderit edhe ju. Ne do t'ju lëmë sërish të takim të shtunën e ardhshme në Almak Press në orën 20:00 me emisionin Agora. Bashkë natë në mirë.